Mirëmëngjes, si përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes edhe gëzuar festat e nëntorit, sot eksaktësisht gëzuar 113 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Edhe unë atë urim që e kam bërë që në nisjet programit e kam bërë edhe në emrin tim personal, po edhe në emër të gjithë kolegëve në Report TV dhe Shqiptare.com. Ju dëgjoj. Mirëmëngjes, përshëndetje, unë dhe gëzuar festin e zezit dhe nëntorit. Faleminderit. Lavdi gjithë atyre burrave që në 28 nëntor 1912 e bërë Shqipërinë pa varune. Po? Lavdi të gjithë atyre burrave që në trimave gra, burra, vajza e nona që ka qenë në 29 nëntor 1924 e shfarën Gjermanë në fundin nga Shqipëria. Edhe këta zotëri ta zotëri të sot shumë nga i sotën prapë se prapë tu Gjermanë, Italianë, Tinezë, Turqe, Amerikanë në u të gjithë shafë unë të bënë Shqipërinë ka trahur, e shemën mundimi e 50 e sa viteve. Po pse çdo të thotë kjo zotëri, kjo që po bën ju me dije, që ngemi të pushtuar sërish me Gjermanë, Turqe, Italianë? Po, jemi absolutisht. Po në që kuptim që ngemi të pushtuar sërish? Ne du ta kuptojmë, e du t'i nërojmë ata burra që e ngritëm sa mund lora, që shpallën e Shqipërinë pa varën, para ma jemi të varën nga të gjithë, edhe bukën e marrëm nga jashtë, edhe patat e marrëm nga jashtë. Po mirë, ndoshta kështu funksionon ekonomia tregut, ose kështu funksionon bota. Kështu funksionon bota tashme, ekonomia tregut, marrëdhëniet e tjera. Po tash po thonë me kanë bërë këtë punë, sepse kishte qenë e ndërhoqa gjallë kur Shqipëria s'kishte shumë të gjendje. Ose do ishte zhuk para, se do ishte ma për para në Europa. Mirë, të faleminderit. Të falenderoj. Të përshëndes për telefonatën, gëzuar edhe njerë, marrim një tjetër mendim, një tjetër opinion, urdhëroni përshëndetje, kemi në mos gaboj një... Po, mirëmëngjes, zoti Muhamet, edhe gëzuar ditën e flamurit, gëzuar 113 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Andi mirëmëngjesi, shumë falenderit, i uroj një ditë të shkëlqyer sot se është 28 nëntori, festa e nderuar dhe shumë e respektuar e gjithë kombit shqiptar. Jam shumë i gëzuar që më në fund njerëzit i lënë diskutimet politike, ekonomike, kriza. Mendojmë njerë për vetën tonë se mbas kaq viteve sa ndryshime ka bërë Shqipëria që ishte 28 nëntorin, me ngritjen e flamurit. Jemi të njohur në botë, në Europë, çdo ditë ecim përpara, po ka shumë gjëra që njerëzit duhet t'i kthejnë mrapa. Po ta lëmë një ditë gëzimit, mos mendojmë për politike, për gjëra të tjera, të mendojmë për të mirën e këtij populli, këtij kombit. Jemi popull i nderuar, jemi shumë të respektuar. Ti lëmë ato budallëdhëqet e njëri tjetrit, të mendojmë mirë për qefje, për ta kaluar sa më mirë sonte në zemrama që ne manifestojmë festën e flamurit në Itali, jemi të mbledhur. Jemi të mbledhur 200 veta, një darkë ta kalojmë një natë mrekullueshme gjithë bashkë. Do të bëni këtë lloj feste, këtë lloj mbledhje, zoti Muhamet, dhe besoj ju që jetoni jashtë, ndoshta, nuk di, e përjetoni disi pak më ndryshe, pak më emocionalisht këto ditë për këto festat e nëntorit. Ne i dashurandi 28-29 nëntorin, ose onesër mrama, i festojmë të gjithë të bashkuar me flamurin kuqezi dhe e kalojmë shumë mirë. Edhe unë të uroj sot ty një ditë të gëzuar, të gëzosh festën e flamurit, të jesh mirë një ditë të mbarë, sepse këtu jemi grevë, shofër, Italia ka shofër me gazetare, me jurnalista, po ju shiqyrë që po punoni e po në ndihmoni me ato faktet e reqë. Faleminderit. Faleminderit përshëndes, gëzuar edhe njërë. Kalofë ditë të mara. Të përshëndes, ditë të mbarë të uroj edhe unë. Mirë, në këto momente shumë shkurtimisht, do të shkutemi pak për një këshill shëndetësore, por absolutisht me shumë interes dhe mbi të gjitha shumë më shumë për ata që kanë probleme me prostatë. Natyra terapi, sjell Prostatol Complex, është një zgjidhje ideale perfekte. Ndiqeni pak, keni shembullin konkret dhe numrin telefonit në ekran që menjëherë mund telefononi ta bëni tuajin dhe rikthehemi.